Një natë dimri që nuk harrohet, nata kishte rënë ngadalë mbi shtëpinë e Big Brother. Dritat ishin zbehur, shurmat ishin shuar një nga një dhe jashtë, përtej mureve, dimri shtrije i ftohtë dhe i heshtur. Brenda, megjithatë, kishte një ngrohtësi tjetër, një ngrohtësi që nuk vinte nga radiatorët, por nga dy zemra që po afroheshin gjithnjë e më shumë. Limi ishte shtrirë në shtrat, me sytë nga tavani, duke dëgjuar frymëmarrjen e qetë të shtëpisë. Mendimet i silleshin rreth e rrotull, por ndaleshin gjithmonë tek një emër, Dolce. Ajo ishte aty, vetëm pak centimetra larg, e mbështjellë me batanie, me flokët që i binin lehtë mbi fytyrë. Dolce u kthye nga ai dhe buzëqeshi lehtë. Ishte ajo buzëqeshje e qetë, e sinqertë, që nuk kishte nevojë për fjalë. Është shumë ftohtë sonte, tha ajo me zë të ulët. Po, ju përgjigj Limi, por disi. Më duket më ngrohtë se netët e tjera. Ajo e kuptoi çfarë donte të thoshte. Sytë e saj u ndalën tek të tij dhe për disa sekonda, koha sikur u ndal. Ishte ajo lloj heshtjeje që nuk të frikson, por të qetëson. Dolce, tha Limi ngadalë, a e di pse jam futur në Big Brother? Ajo tunte kokën lehtë, duke pritur. Jam futur vetëm për ty, fjalët ranë but, por kishin peshë. Dolce u prek. Sytë e saj të bukur u mbushën me një shkëlqim të veçantë, jo lot, por emocion i pastër. Mos e thuaj kështu, pëshpëriti ajo. Është e bukur, por edhe e frikshme. Është e vërteta, u përgjigj ai. Ti je arsyeja pse çdo ditë këtu ka kuptim. Ajo u afrua pak më shumë. Nuk kishte nevojë për gjeste të mëdha. Vetëm prania e njëri tjetrit mjaftonte. Dolce vendosi kokën lehtë mbi supin e Limit, ndërsa ai e mbështolli me krah, me kujdes, sikur kishte frikë ta thyente atë çast. Je shumë e ëmbël, i tha ai. Sa sytë e tu. Dolce buzëqeshi, e turpëruar, por e lumtur. Askush s'ma ka thënë ndonjëherë kështu. Nata vazhdoi me biseda të vogla, kujtime nga jeta jashtë, ëndra për të ardhmen, frikëra të pathëna. Ata qeshën lehtë, her pas here, që të mos zgjonin të tjerët. Çdo e qeshur ishte si një sekret i vogël që u përkiste vetëm atyre. Ora kalonte, por askush nuk donte të flinte. Jashtë, dimri vazhdonte të ishte i ftohtë, por brenda shtratit të tyre kishte qetësi, siguri dhe një ndjenjë që nuk mund të shpjegojë lehtë. Dolce mbylli sytë e para. Nëse nesër gjithçka ndryshon, tha ajo me zë të ulët, këtë natë nuk do ta harroj kurrë. As unë, i u përgjigj Limi. Kjo natë është e paharrueshme. Dhe ashtu, në heshtje, mes frymëmarrjeve të ngadalta dhe ngrohtësisë së një dimri të mposhtur nga ndjenjat, Limi dhe Dolce kaluan një natë që nuk kishte nevojë për kamera, për fjalë të mëdha apo për premtime. Ishte thjesht e vërtetë. Dhe pikërisht për këtë ishte e paharrueshme.